Selamun alaikum të dashur e të nderuar shikues e dëgjues të rrëtëve pendimit dhe mirë se takohemi edhe këtë diel me emisionin tonë të rregullt javor dritës së vërtetës. Për javën e tretë më radhë ne lundrojmë drejt diturisë me hoxhallar të ndryshëm. Sonte kemi nderin dhe kënaqësinë të kemi hoxhën e dashur dhe të nderuar shumë madje për publikun hoxhën Fatmiri, i cili po thotë që për çfarë si thotë jo ftesave tona, po të ke fundit e kena zonë ngusht, se ka qare panarë se dina ndryshe. E kena këforin atje edhe bim me zorhoj, selam aleikum, nisa pak pa ndryshe emisionin, se e ditë që në këthu kur ju me qef ftesave tona. Me që ka për zoti? Mirë se u gjej vëllai dashur, faleminderit shumë për ftesë, kështu me agjele, por si do që tjetë e mirë është edhe kjo. Elhamdulillah. Jo se hatri edhe i telespektatorëve të mediumit juaj, cilët unë kam shumë respekt, sidomos për margatën tonë të bekuar, që unë e quj magja e shqiptarisë. Elhamdulillah që i kemi. Zoti na i rujt. Kanë këmarë gjatë gjithë kohës, kështu që mirë se të vinë. Ne me pak po hekin zamet për udhë, por nështë ne i bënë halat. Ja vlen, për më dhe unë. Hoqë, do të flasësh për pikë takimit e dy radikalizmeve. Cili me atë anën e vetë, me arsutimin e vetë, me atë kauzën e vetë për kacë. Bismillahirrahmanirrahim. I falenderojmë Allahut ati kof shumë falë, që na ka mundësu të jemi bite këti adhëdhaju, edhe të njëjtën kohë i përkasëm fesë islame, për cilën Allahu Dhul Gjelal thëtë vërtet feja Allahut është islami. Neve na ka nderu Allahu, madje nëpërmjet këtij ajeti, unë me të vërtet ndjej përgjegjësi intelektuale dhe shumë emocionale. Ti lutem Allahut për gjithë ata burra gra, pleqet të ri, cilët e jetuan jetën para më shumë se 700 vjetën këto troje, që ishin shqiptar autokton dhe ishin njerëzit më të mençur të kohës, e pranuan islamin me dëshirë, me vullnet. Jo, si kur thonë islamofobët, se gjëja fejnë islame, këto troje, është sjellë me dhunë, dhe s'kan me dhunë të marrin, nuk të japin. Mirë, po ata marrin e nuk të japin. Me dhunë me njerëz tjetër. Ashtu, absolutisht. E për këtë arsye ne i falenderojmë Allahut që të parët tanë shumë vizionar, ishin besimtar, edhe të njëjtën kohë kanë targetu dy objektiva shumë të suksesshme. E para është, nuk ka pasuri më e madhe në këtë botë se sa të jesh besimtar i Allahut, edhe mos të bësh shoq atij. Wallahi ka lind ky diell, e ku perëndon ky diell, nuk ka pasuri më e madhe se me ka njëri besimtar i Allahut. Besimtar i dinit islam, i asoj rrjedhe prej Ademit a.s. E asoj shkollët Nuhut a.s. E ati mësimi fantastik të bukur të sakrificës të Ibrahimit a.s. Asoj shkollë madhështore të atyre mrekullive të jashtëzakonshme të Musës a.s. Pa aty burrit të madh të Isës a.s. E vulës pejgamberis Muhammedit a.s. Prandaj ky është me të vërtet targetim shumë i bukur, vizionar, logjik, racional, i gjithë atyne burrave, atyne grave, cilët dhën besën fjalën e Allahut dhe u bën musliman. Objektivi i dytë që për neve edhe në rrafshin kombëtar është tepër fantastik, që koincidon në një vijë tepër interesant që ne i falenderojmë Allahut edhe me këtë identitetin ton kombëtar krijohet një balancim i fuqishëm që të gjitha kombët në botë të marrin mësim prej këtij identitetit bukur që kemi në gërshetem. Prandaj ne i falenderojmë Allahut. A thu vallë pse? Sepse na me islam e rujtëm Shqipën, gjuhën shqipe, me islam e rujtëm identitetin ton kombëtar, me një fjalë ngjyrimin ton edhe llojin ton me çdo respekt për të gjitha llojet tjera që në botë ekzistojnë. Kjo është shumë të vërtetë. Po jemi kretë, s'po pajtojmë këtë me këtë pjesë. Disa kanë nisë me Mirë po, njerëzit kanë të drejtë me shpreh mendimin e vet derisa nuk e cënon të drejtën e tjetrit. Mirë po, imponimi është i ndaluar. Allahu thot me Kur'an, la ikraha fi din, nuk ka dhunë në fe. Allahu krijuesi i gjithësisë nuk ja u imponoi njerëzve fen. Nuk ja imponoi madje as besimin. Nuk ja imponoi mendimin. Njerëzit janë të lirë.
me zgjedh, me vepru, me besu, mu angazhu, me kërku të drejtën e vet, mirë po të gjithë jemi të thirrur. Mirë po të gjithë jemi të thirrur me ju përgjigj ftesës së vërtetës. Plot njerëz në përbot nuk i përkasin Islamit, ama kur është në pyetje realiteti dhe vërteta, e zgjatin dorën edhe pranoj argumentin. Ne duhet ta pranojmë argumentin. Ne duhet jemi shumë kurrështar edhe racional në jetën e kësaj bote, sa të jemi emocional, të njëjtën kohë fryma intelektuale neve duhet na shoqërojë në çdo rrjedh tonë. Sidomos neve besimtarëve që jemi shqiptar me shumicë absolute, edhe vëllezërve të tjerë të gjakut që i kemi besimeve të tjera këtu në Kosovë, sepse shqiptarinë e kemi të përbashkët, pavarësinë e kemi të përbashkët, shtetësinë e kemi të përbashkët, edhe përparimin e këtij kumbi kemi bërç, edhe kemi obligim të gjithë së bashku të krijojmë një mjedis të bukur, larg çdo radikalizmi apo ekstremizmi, qoftë fetar, ama unë nuk kam dëshirë me etiketu shqiptar apo kombëtar, sepse nuk ka radikalizëm fetar apo shqiptar, por ka radikalizëm në emër të fesë, që feja është shumë larg radikalizmit, qoftë radikal apo qoftë liberal. Po s'po ka radikalizëm edhe në emër të kombit. Po edhe ka radikalizëm në emër që më shifen në emër të kombit, në emër të dashurisë. Disa po japin vetë drejtës me i thonë vesh nejna shqiptar. Nuk ka të drejtë. Por përjashtojnë kreve neve tjerë. Vesh të sinë si ata, s'po mendojmë si ata. Kjo është gabim shumë i madh kur njerëzit kauzat e mëdha mundohen me i zvoglu, se nuk na bjen tamam. Kauza shumë e madhe, i bjen hise secilit me dhënë një kontribut për këtë kauzë, qoftë e kombit apo qoftë e fesë, sepse për shërbimin ndaj fesë ja kemi bërë të gjithë, ne të cilët i thojmë vetit besimtar, po edhe të tjerët të cilët nuk janë fetar, po janë kombëtar, edhe ata kanë hisën e vet. Prandaj ne duhet të jemi shumë të drejtë, nuk ka të drejtë askush në emër të Islamit të na përjashtoj atë dhe dashurinë nga jeta jonë, nga angazhimi jonë. Por të njëjtën kohë, ata të tjerë në emër të shqiptarisë nuk kanë të drejtë na përjashtojnë neve si besimtar, si bashkësi muslimane në këto troje. Po nëse na përjashtojnë neve mbi 95%, kush po jetë atëherë këtu? Atëherë do t'i shkojë për shtati shkollave, të cilat domethënë mundu në vazhdimsi me tjetërsu, me asimilu këtë popull. E për këtë arsye unë mendoj që me emrin e Allahut, atë shkollë të cilën e kanë lënë emanet, plesët e tanë, e cila është zbërthy, është interpretu, aq bukur ajo shkolla paqes, aja e tolerancës, aja mirë kuptimit. Shiko, unë kisha me marrë një shembull nga e kaluara e kumbit ton, e cila domethënë fatkeqësisht për shkak të ndërhyrjeve të sistemeve komuniste që kanë qenë këto troje tona, nuk është evidentuar, ama është reale dhe është realitet atë që po duam të them. Ju e dini që Kongresi i Manastirit për themelimin e alfabetit të gjuhës shqipe është bërë me vitin 1908. Edhe ato shumica absolute e delegatëve kanë qenë normal shqiptar musliman. E shumica e atyre kanë qenë hoxhallar edhe ulema të kohës. Edhe kjo shumë është interesant, prandaj ti vetëm shikoj fotot e këtij kongresi. Ama kjo është realitet. Veç shikoj ti fotot edhe e sheh për shkak të ndikimit komunist. Ama kjo është shumë është interesant, çfarë du me thonë. Sami Frashëri që llogaritet njëri prej rilindasve më vizionar. Të njëjtën kohë ka qenë shumë adhëtar i flakt, po edhe ka qenë të njëjtën kohë një prej dietarëve të ummetit Muhammed a.s. Kur është ftuar në oborin mbretëror për ta themelu alfabetin, ka thonë unë e përfaqësoj pjesën më të madhe të shqiptarëve se jemi musliman. Mirë po ka thonë populli jam ka edhe shqiptar të besimit katolik, edhe shqiptar të besimit ortodoks. Çka ka thonë? Unë du ta marr një përfaqësues prej tyre dhe një përfaqësues prej atyre të tjerëve. Edhe sa shumë është interesant, e ka marr Jani Vretën, i cili ka kontribut të jashtëzakonshëm në lingvistikën e Shqipës, është nga besimi ortodoks. Edhe e ka marr Pashkovasën, i cili vjen nga radhët e katolikëve. Shiko, domthon fryma e cila ka mbretëru të këta rilindasës, të cilët kur kanë qenë në pyetje kahuza e kombit, nuk ka pas këto diferencime. Prandaj edhe nëpërmjet këtij mediumit, unë dëshiroj ta shprehi njëjtën ku mendimin tim,
të elaboruar dhe të argumentuar me argumente dhe fakte historike, po edhe të njëjtën kohë atë të cilën na mëson feja jonë, Islami. Se për interesa nacionale, për interesa madje globale, si që kishëm për shembull rastin me Covidin para 5 vite, që ishte një rrezik global për këtë smundjen pandemi e cila ishte domthonë pa dallim. Ne duhet të rreshtohemi, të bashkëpunojmë për interesin jetësor të njerëzve, edhe çka ta ruajmë shëndetin. Por kur është pyetje ta ruajmë kombin, por kur është pyetje ta ruajmë lirinë, ta ruajmë atë dhe dashurinë, ta ruajmë mjedisin, ta ruajmë paqen, qetësinë, të gjithë duhet çka? Duhet të vrapojmë, jo të stigmatizohemi, jo të përçahemi, jo të bim kurthat atyre të cilët mundohen në vazhdimsi të krijojnë huti dhe përçarje. Çdo kush i cili përçon në emër të kombit për ta diferencuar tjetrin pse ai nuk beson sikur ai, ose nuk duket sikur ai, pavarësisht pi kado që vjen, ai nuk i shërben interesit kombëtar. Po edhe ky tjetri i cili ndoshta në det falet, por të njëjtën kohë ai namaz, ai islam, ai leximi i Kur'anit nuk e ka pastru zemrën e këtij njeriu. Nuk e ka bërë të ndërgjetshëm përballë vllaut vet, përballë fëmijët e tij, pa dallim kushdo që është e ka hak në respekt edhe nder dhe mbështetje në të gjitha format, ai nuk e ka kuptuar dhe nuk e ka lënë gjurmë ky ibadet në rrugën e tij që ka zgjedhur. Me dëshirë dhe vullnet ka Allahu. Ne kemi shembulltyr Muhamedit alayhis salam, i cili është vula pejgamberis, me fëmijën e tij hebrej, pastaj ardhja e tij në Medinë. Erdhë në Medinë, edhe kur erdhë në Medinë gjeti një shoqëri me kultura të ndryshme, madje edhe me besime të ndryshme. Edhe i ftoi të gjithë të hartojnë një konvekt të paqes, edhe një kushtetut ta quaj. Aty kemi kushtetut. Edhe aty kemi kushtetutën madje të parën të njerëzimit, edhe të shkruar, edhe të praktikuar, të artikuluar, që për interesin e përgjithshëm të kësë bashku jemi. Me drejtat garantuara për gjithë. Edhe drejtat ishin të garantuara për gjithë. Madje Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ka thonë vallahi 3-4 herë është betu. Ka thonë nuk ka besu kush ai i cili kushja e tij nuk është i sigurt prej gjuhës edhe prej dorës atij i cili thotë je musliman. Është çështje domthonë sensitive. Edhe na duhet të jemi shumë të kujdesshëm në këtë drejtim. Feja, me plot kuptimin e fjalës, nuk ka ardhur me na i rëndu punët tona, me na i vështërsu rrethanat tona. Feja jonë përkundrazi ka ardhur për me na i lehtësu. Për këtë arsye edhe i ka rezistuar ky popull gjithë këtyre sulmeve hegemoniste që na i kanë na zulumeve të cilat kanë kaluar pleqë të pleqëve tanë. Merre historinë shfleto, domthon pa tendencë, ama shiqo me një sy kritik të arsyes. Edhe e vrejnë se sa me mund kemi ardhur deri këtu ku jemi bashkë. Të gjithë, sa e mundu të tjerë pastaj me na keq përdorë edhe fejnë, me na keq përdorë edhe besimin, të tjerë me na keq përdorë edhe identitetin kombëtar. Por ne duhet jemi shumë suqel, edhe sa të jemi, edhe sa është kërkesa e lumit Zot që ne jemi besimtar të tij, të jemi edhe të mençur, po mbi të gjitha të jemi rahmetxhi. Wallahi shpëtim vëlla, nëse nuk jemi rahmetxhi, edhe nuk jemi të mëshirshëm, edhe nëse nuk jemi të mirë kuptueshëm, edhe nëse nuk jemi tolerant, edhe nuk japim hapësirë komunikimit të ndërfetar për interese madhore të popullit tonë, ne shumë pak kemi kuptuar nga Islami, pothuajse asgjë. Sepse derisa Allahu me lartmadhrinë e tij, me shenjtërinë e tij, aty ku shumë fal, cilën ne e kemi Zot dhe është i adhuruari ynë krijuesi i gjithësisë, i pari pa fillim dhe i fundit pa mbarim, ja ka mundsu armikut ti dhe armikut krejt njerëzis, iblisit, me debatu, kush jemi na pse na nuk debatojmë me njerëzit. Me njëri tjetrin. Krijesat thjeshta. Për krijesat thjeshta të cilat të gjithë kena nevojë, edhe kemi një Zot përbashkët. Edhe na nuk kemi nevojë të armiqësohemi. Nëse unë mendoj pak më ndryshe, se ti shet diçka pak më ndryshme, na me këtë diversitet qoftë kulturor, madje edhe fetar, ne kemi mundësi me pasuru trashëgimin ton kulturore. Prandaj ne popull i vogël që jemi ne, tek ne qoftë e mira apo runa Zot e keqja duket del në sipërfaqe, del në mejdan shpejt, se shihet. Andaj ne duhet të jemi shumë të kujdesshëm, të jemi garantues, jemi gardiant me plot kuptimin e fjalës të paqes në këto vende, vendit tonë na kalon amanet, e sidomos në këtë kohë
globalizmi i cili e ka mbërthy çdo cep të botës, edhe është bën me një fjalë një katon i vogël. Këtë bota është shndruar në një katon i vogël, ne duhet të jemi shumë kujdesshëm edhe për rrethonat sensitive që në është duke kaluar edhe bota, po edhe vendi jonë. Elus Allahun për çelësi. Po, këto vlera që i përmendet ti. Mos po na keq interpretorë, mos na keq përdorin ndëm tonë, sepse ne ndoshta duke lëshu pesë si shumë si për të normales bazuar në mësimet të tona fesnike fetare, mos po na kthejnë me të keq pastaj, siç po ndodh me u sulmu në vazhdimsi nga individ ose grupe çështë vogla, po që po arrin me bë dom goxha të madh. Ne duhet të jemi shumë vigjilent, spore duhet të jemi të sinqert me Allahun, me krijuesin ton. Edhe kur ne flasim për tolerancën, kur ne flasim për dialogun ndërfetar, kur ne flasim për respektin të drejtave të komuniteteve në përgjithësi, me ata të cilët frekuentojmë, edhe vlerat tona të përbashkëta i kultivojmë, nuk është kjo lëshimpe përballë këtyre njerëzve, por kjo është reprezentacion shumë direkt i pacës dhe i mësimeve të Zotit në tokë, se kështu kanë vepruar profetët e Allahut. Kush mundet me dasht islamin më shumë se vetë Allahu i cili ja shpalli pejgamberëve të Zotit? Kush mundet me dasht më shumë fenë e Allahut që e pranun direkt pejgamberët e Allahut? E ata në frymën e tyre, në veprat e tyre, në qëndrimet e tyre, në pozicionimet e tyre, aktivitetet e tyre, me një fjalë biografitë e tyre, janë pasqyrimi më i respektuar, i mundshëm dhe i prekshëm, faktik, praktik, atë ishin preciz, atë ishin konciz në veprimtarinë e tyre, saqë ata e vrejnë se me veprat e tyre i përfituan zemrat e njerëzve. Flasin njerëzit, kanë të drejtë me fol, mirë po ne kemi kriterium të vlerave tona. Kriterium i vlerave tona nuk është me të mujme që të populli, sepse na kemi për bazë kënaqësinë e Allahut. Shiko, i dashur i vëlla, ka thonë pejgamberi alayhis salatu wassalam, është hadith madhështor, ai i cili lëshon prej një debati për me ik polemikave të shterta, ka thonë, unë jam dorëzan. Edhe ka drejt më tje. Edhe realisht, po, hadithi është, edhe ai ka të drejtë. Në të drejtën e tij është. Thot, vetëm për mos me pezmatu situatën, edhe mos me e tensionu situatën, atësaru, thot, ati e garantoj një pallat në xhennet. E vërteta është një. E vërteta është reale. E vërteta është e prekshme. Aja jeton me ne. E vërteta është shoqërues edhe bash rrugtari jonë në rrugtimin tonë të përbashkët, të gjithë e din. Madje për islamin që i ka shërby shqiptarisë, edhe i ka shërby paqës në trojet autoktone të veta, i madhe i vogël, madje edhe ata që s'besojnë se na, nëse në realista, edhe shikojnë me syrin kritik të vërtetës, edhe të drejtësisë, se nuk ka nevojë të jetë njeriu vetëm besimtar që të jetë i drejtë. Mundet të ka njeriu dhe jo besimtar të jetë i drejtë. Mirë po, udhëzimi është në dorë të Allahut, nuk është në dorë të tona. Kush mundet me kanë mësues edhe shpjegues më i mirë mësimeve të Islamit se vetë Muhamedi alayhis salatu wassalam. Pse Abu Talibi axha i tij nuk e pranoi fenë islame? Kush e ka mbrojt pejgamberin më shumë se axha i tij? Se vetë ai. Edhe të njëjtën kohë drejtësinë ai e ka ditë. Mirë po, udhëzimi është në dorë të Allahut. Plot njerëz i dashurim nuk janë të udhëzuar për shkak të caktimeve të Zotit, se nuk e ka rrezik udhëzimin. S'po kërkojnë ndoshta? Po ndoshta e kërkojnë, po ndoshta hezitimi i tyre është për ndonjë arsye, thojza që në sytë tonë është rastësi, në sytë të Zotit është caktim, na nuk e dim, mirë po na duhet të jemi shumë të kujdesshëm, po edhe të jemi çka të drejtë. Edhe drejtsinë e pranojnë, edhe thonë, edhe është e vërtetë, është reale. E sidomos na nuk kemi nevojë të ikum edhe të frigohemi se vallai filani pe fol të vërtetën, po për shkak rrethonave, jo vllai jam i dashur. Realiteti e vërteta, sado që domethënë ka përball ato mjegullat e çastit, një ditë që thot Allahu me Kur'an, alaysa subhu biqarib, a nuk është afër agimi me nxezit, edhe thojnë dietarët kur është terri më i madh, edhe errësira më e dendur e mundshme që të rritë ferkun e sabahut. Madje ai i nderuari
Martin Luther Kingu, i cili edhe nuk ishte besimtar dhe fejs ton, e ka thonë një fjali për cilën është për ta respektu. Thot, errësira nuk e dëbën errësirën, po duhet drita. E drita e Zotit, ati ku shumë fal, i jipet atij i cili është besimtari i Allahut. Nuk i jipet atij i cili e ka hidhuru Allah. Një fjalë thot, më që më anku për tjerën, gjeja i shkripsën ka dhe qirin. Po, shumë lehtë. Zgjedhë problem, zgjedhë dritë. Për ta zgjedhë dritën, për ta zgjedhë të vërtetën, mundësia gjithmonë është reale dhe është e mundshme. Edhe njerëzit, domethënë, sidomos na fal Zotit, tash jetojmë në një kohë digjitale ku njerëzit kanë mundësi të njoftohen me të vërtetën në të gjitha gjuhët, edhe të gjitha kulturat, po qetësinë që e ofron shpirtit, edhe zemrës, edhe pastërtinë e zemrave tona, që ne ofron feja jon, edhe besimi jon, nuk mundën njerëz ta gjejnë diku tjetër, në asnjë rrethon, sepse aslen boshllok e që nuk e lën, pa e mbush, pa e plotsu. Andaj na e lutum Zotin e Madh ati kof shumë fal, që 33 tona, e sidomos njerëzit tonë, madje edhe ata që na fyjnë pa të drejtë, edhe na shajnë, na ofendojnë, madje edhe na etiketojnë, vallahi nuk janë të vërteta ato. Edhe është për të dhimbsur. Na nuk kena nevojë të krijojmë debate shterp për gjëra të cilat janë të vërteta dhe janë reale. Edhe tash ka ardhur një kohë kur të gjithë e dinë çka është e vërteta, sepse Allahu thotë o gjal haq o zahaq al batil, erdhe vërteta edhe kota ma zhduket ajo. Nuk ka kohë. Tash jemi të jetuar në një kohë ku fal Zotit te bareke u taala, të gjithë kanë të drejtë ta shprehin mendimin e vet, kanë të drejtë ta shprehin besimin e vet, kanë të drejtë madje ta ushtrojnë, madje edhe qëndrimet e tyre që në këndvështrimet tona janë të papranueshme edhe janë të kota, mirë po na duhet t'i respektojmë të gjithë. Edhe njerëzit duhet ta kenë parasysh se liria të shprehurit edhe e ka kufit e vet. Domthon ti ke drejtë me pas shprehjen e lirë derisa nuk e cënon të drejtën e tjetrit. Pa e kërcënu, pa imponu. Allahu vet nuk e pranon imponimin. Na nuk kena të drejtë askujt, sepse feja është aq e pastër, aq e mirë, aq e lehtë, aq e thjeshtë për ta konceptu, për ta praktiku. Prandaj na kena një Allah i cili dhe na arsyeton më vëlla, i cili dhe na kupton. Po na duhet t'ja bëjmë njerëzve të dashur Allahun. Jo t'ja paraqesim Allahun i cili don me mbledh rob të vetë me i çun xhana. Jo, Allahu don njerëz me i shpëtu nga e keqja. Allahu don me nxjerr nga rrësira, thot, në dritë. E neve na ka mundsu kët. I ka përzgjedh Allahu robët të vet. E në mesin atyre jemi edhe na. Prandaj na duhet të gjejmë forcën e moralit ton, forcën e imanit ton, edhe të bashkëpunojmë me vetë për të mirën e kërkesës Zotit ton, i cili kërkon Allahu që të na shpëtoj. Shpëtojmë Allah, këtë njerëzit ka nevojë për Zotin. Hoxhi dashur, një kolegi jote, Allah është problemet, që në shpirtin e tij ka paston dikur që e vërtetë është mund ta kupi, e vërtetë është si ilaç i syve, djeg fillim po ti qel syt. Pse dikujt s'po ja qel syt, përkundrazi po e verbon edhe më shumë kjo e vërtet. Pse më mungu kjo mungesë dëshirës e vullnetit me pa. Sytë e ballit nuk e japin dritën nëse janë të verbum sytë e zemrës. Sytë e zemrës njerëzve ju kanë vërbu për shkak lakmive, për shkak egove, për shkak interesave. Por nëse njeriu sado që është i keq, edhe sado që bën zullëm, edhe sado që nxiton, edhe sado përpjekjet e tij nuk janë të balancuara, shpeshherë jashtë racionalitetit, kur është edhe mbetet vetëm e sheh realitetin edhe e din të vërtetën. Po thotë që reflekton, ha? Ai reflekton, ndoshta nuk ka mundësi ta artikuloj për shkak të metave të tij si karakter. Mirë po e vërteta nuk mund të fshihet, sepse është një zonë i mbrëmshëm. Ai zonë i mbrëmshëm është zoni i shpirtit, refleksioni i shpirtit. Shpirti është pjesë e Allahut. Allahu ja ka dhënë njeriu. Na ja kemi huazu Allahut. E na ka dhënë kur ai ka dashur, edhe na lën sa të don. Sado që ky shpirt pastaj përlyhet, sikur guri i qabës, i cili kur ka zbrit prej xhenetit ka ardhur i bardh, por është nxih për shkak mëkateve të njerëzve. Esenca e tij është i bardh. Edhe ky shpirt që e bardh të njerëzit, sado për shkak ka bardhësi, ka bardhësi.
Edhe qaj zonë që li flet, edhe pse është shterë, edhe pse zoni nuk po i nihet. S'pon kumbon më. Po s'pon kumbon. Ka has në vesh të shordhër. Mirë po ai prap nuk e pranon. Shpirti nuk ja dan. A ke po kur njerëzit e ndëgjojnë fjalë të Zotit, e ndëgjojnë porosi profetit alayhi salatu wassalam, e ndëgjojnë fjalë të urtë, e cila ka nurën e Zotit. Qysh qetësohet shpirti, kënaqet, ngopet. Nuk ka më bukur se njeriu mu bë sebeb mi afro njerëzit. Ai që udhëzon është Allahu. Ne udhëzimin tonë duhet të arsytojmë me veprat tona para njerëzve të pa udhëzuar. Kjo ka mundësi. Ne kemi vetë shembullin e, Kjo patjetër. vetë ne shembull fillimisht. Po fillimisht na jemi shembull. Por neve pak që na e prishet disponimi, pastaj e harrojmë që na jemi reprezentues të Allahut në tokë. Ne jemi me këmbët e tij në tokë. E na duhet me qenë shumë të kujdesshëm. Sabër, sepse me sabër arrihen shumë gjëra të bukura. Edhe përveç që vjen selameti, por vjen edhe bereqeti, edhe menzi spret na bën banor të vetë xheneti. Amen. Hoxh, të gjithë pejgamberët, familjarët e tyre kanë pas mjekra dhe kanë qenë mbuluar, edhe bashkëkombësit tonë, dietarët tonë, të gjitha kanë pas mjekra edhe gratë të tyre kanë qenë mbuluara. Pse tërë kjo sulm ndaj atyre njerëzve që mbajnë mjekra edhe mbulesë? Unë e lusë Zotin e madh ati kof shumë falë që edhe vetë Gonxha Bojaxhiu një ndryshëse në të rejë, ose vetë Gjergj Kastrioti që të bëjë dhe me mjekra kjo më shami. Pse veç neve me mos sulmun këtë drejtim. E lusë Zotin e madh ati kof shumë falë që klima e mirë besimit mes neve në asnjë rrethon mos të zbehet. Andaj kërkujna nuk i shkon për shtati për qarja edhe të njëjtën kohë hutia njerëzve. E tash jemi në një kohë ku sado që fortunat e ndryshme tentojnë që ta zbehin këtë mirë kuptim mes nesh, unë jam i bindur që prapa janë ngrohtësia e besimit tonë edhe mirë kuptimit tonë është shumë më e madhe se atyre thirrjeve tendencioze që mundohen njerëzit t'i hutojnë. Edhe e ke vërejt, nëse e hedhëm një vështrim, jemi të jetuar në çerekun e shekullit të parë, çerekun e parë të shekullit 21. Çereku i parë i shekullit 21, se 25 vite jemi duke i plotsu, 2025. Po, kush e ka ymrin në 75 vjet, dalëm shekullin 22. Ama shumë është interesant, merrti edhe ktheu mrapa vështrimin edhe shikimin, veç del një shikim edhe vrej njerëzit. Qysh kanë qenë para 25 vjetë, qysh janë sot. Shumica absolute, jo vetëm këto, po në botë, janë njerëz që kanë mjekra, dikush më të madhe, dikush më të vogël, dikush më të nëreshtë, më të rregulluar, më të dizajnuar. Jo, nuk është, po, ajo pavarësisht atyre etiketimeve të sajuara. Apo pak milioner, me këto mjekra pak milioner. Ato janë inskenime të njerëzve cilët me plot kuptimin e fjalës që nuk ja vlen as me diskutu këto, po dua të them që njerëzit domethënë e kanë, po ju kthejnë dal nga dal origjinës së vet, rrënjeve të veta. Secili do t'i kthehet intuitës vetë, çati zonit. Brendshëm. I cili është duke i thirr njerëzit. Sado i zbet, ai e ka vendin e vet. Mirë po, fokusi jon nuk është te mjekra, as nuk është te shamia. Fokusi jon duhet me kon te zemra njeriut, te shpirti i tij. Se mundet njeri me pas mjekrën deri në kthis. Zoti po thotë shikoj pamjet tuaja. Absolutisht. Njeriu duhet të ketë fokusin pastrimi i zemrave. Tani masanej dikujt i pëlqen një setër me vija, tjetrit i pëlqen pa vija, tjetrit i pëlqen mjekra pak më e shkurtë, tjetri pak më e gjatë, tjetri njerë me pak mustaqe, tjetri pak mustaqet më të zgjeruara, më të rregulluara, tjetri deri te vesht. Nuk është më rëndësi kjo punë. Më rëndësi është çka rrugtimet tona me kon të përbashkëta drejt kënaqësisë Allahut, sepse këtë Zoti e kërkon. Nuk ka kënaqësi më e bekuar në këtë tokë që njeriu mos të mban zemrën e tij smir ndaj njerëzve, se nuk ka nevojë. Ti mos e urrej me katarin, urreja me katin e tij. Mos e urrej të keqin, po të keqen e tij. Sepse ai për shkak të e bën ato, është përlyse, lloji i tij, baza e tij, intuita e tij, origjina e tij është e pastër.
ai është i pastër. Në Zotin këshillon me ndihmu ato që bën keq. Absolutisht. Qysh me ndihmu ato që bën Për keq. këtë arsye ka thënë pejgamberi alayhis salam, mos i ndihmoni armikut juaj duke braktis vllon i cili apo motrën i cili apo e cila është me katu, ose është duke gabu, ose është duke rrshit, apo është duke u deviju. E çka bën shoqëria jon? Me keq ardhje. Bash atë çtynë. Bash aty shkojnë edhe leqitin. Ai njeri më shumë të ka nevojë për mbështetje. I ka ndodhur një kader, i ka ndodhur një caktim, i ka ndodhur një paknatësi, i ka ndodhur një fatkeqësi që as vetë se ka menu, as vetë se ka paramendu, që jam i bindur as nuk e ka po ondër atë punë. Po që Zoti e ka zgjedh. Zoti do me sprovu dikone. Pse Allahu nuk mundet me na sprovu çush do na ja? Na nuk i zgjedhëm sprovat tona. Çka bën shoqëria jonë ndaj njeriu të sprovu? Në vend se të jemi gardianët e tij, që shejtani po munduohet tash se njeriu e ka gjetë të plagosur. Njeriu i sprovuar është i plagosur shpirtërisht. Është i lëndum, është i varrum. Po shpreh në jargonin popullor, është i varrum. E tash ka bën shoqëria jonë? Kujt ja lën mshirën e kujt e lën këtë varrum? Ose këtë lëndum, po këtë plagosur, njërë hipotetike, njërë figurative, të isha të thamë. Jalojmë në armikut, iblisit. Të na dihet çka bën ai. Edhe tani ai dihet, pse ai ballafaqohet para dy vështirësive, para veç sprovën që e ka, e dyta, që e pret ai dorën e shoqënisë, komunitetit, familjes, nuk e gjen. E tash vije shejtani edhe e ka gjohën e gatshëm. Thot s'ka më për ty këtë botë. S'ka për ty. Tash çka bojnë këta njerëz? Ose bin prej e narkotikëve, e runa zot deri te makeqja, deri te vetvrasja. Të na neve në dhimbën këto, ama dyftosh në dhimbën. Do në dhimbën, do na veprimtarinë tonë bojmë sikur të munafikut, edhe të dyftyrshit. Kënena thoj po na dhimbën, a kënena një pjesë e madhe i fërkondur. Edhe gëzohemi. Mirë po të parët tonë besimtarë që kanë thonë për biografitë e tyre. Jemi sprovu pikërisht kur kemi bo hajgare me sprovat e vëllezërve tanë. Edhe jemi gëzu paradite e mazdite e kemi Kur gjenë kushi ka thonë pritën shpej, ha? Për këtë arsye na duhet me qenë shumë të kujdesshëm. Shpesh herë, për shembull, e ndëgjojmë një njeri i cili realisht është islamofob, po na duhet me kqyr me synin e rahmetit. Edhe ato, me gjithë forcën e Kurajën, për hir të Zotit, për hir krijuesit gjithësisë. Për shkak se sikur mos edhe Allahu e thotë këtë. Sikur mos ishte udhëzimi i Zotit. Ne nuk do të ishim kontullës. Edhe na gjetit pa udhëzuar të udhëzoj edhe ty. Absolutisht. Shumë është e thjeshtë kjo punë. Prandaj na kemi hapësirë për debat edhe me të pa udhëzuarit, edhe me të udhëzuarit tanë. Shiko duat e Muhamedit alayhis salam. Thot: O Zot, udhëzoj të udhëzuarit tanë e me të udhëzuarit tanë udhëzoj të pa udhëzuarit tanë. Kjo është madhështore. Prandaj po Islami këto troje edhe këtë botën nuk është për hap duke i diferencu njerëzit, duke i përjashtu njerëzit. Edhe kur u sulmu me gurë të dajve të vetë lutë, por mëshirë. Por mëshirë, se ky problem nuk din. Këta njerëz nuk din. Na duhet të jemi shumë të kujdesshëm, shumë racional, edhe mos të gëzohemi kur tjerët na e sulmojnë ose kur gabojnë, ose runa Zot. Apo e bojnë pa vedije për hoq këto? Po kjo e po dallim për popujt me Islam këta nuk e bojnë. Bash pa vedije çdo që po e bojnë. Ata të cilët e bojnë pavarësisht a e bojnë për shkak ndonjë plani të caktuar që domthonë janë vegël të dikujt tjetër. Agjendave të caktuara. Apo absolutisht. Mirë, po na prapse duhet ta reprezentojmë kulturën tonë, fenë tonë. Islamin tonë. Sepse na nuk e kemi ata shëmbëltyr. Shëmbëltyr e kemi profetin tonë, edhe profetët tonë. Pa dallim. Alayhimus salam. Hoq faleminderit, Allah shpërblet për këtë. Ishte një temë e cila ashtu siç edhe erdha me axhele, tamam punën, alhamdulillah. Besoj që Allah më hakon, ose Allah hakon. Më shumë vesh talentova pak nëse të kam gatruar diçka. Ja, përkundër. Ne po shkputim me pjesën e parë të dashur shikues të dëgjues për të rikthyer me pjesën e dytë, pjesën kontaktuese përmes telefonatave dhe pjesës së shkruar tek rubrika dërgo mesazh. Qëndroni me ne, ne kthehemi pas reklamës dhe ilahisë për zgjedhur nga regjia, më saktësisht kushtrimi i kolegin jashtëzakonisht bashkëpunues këtë rast. Kushtrem, fjala është për ty.